Në qoftë se gjatë orëve të ditës, trafiku i automjeteve në fushë Krujë është i gjithë në kaos dhe ndotja mjedisore do të shënonte maksimumin e saj. Kjo vjen vetëm nga mbi ngërkesa e qarkullimit, mos respektimi i rregullave dhe lëvizja e makinave me tonazh të rënd brenda në qytet. Pamja që ofrohet gjatë ditës në fushë Krujë është vërtet kaotike, ndërkohë që një tjetër panoram vjen gjatë orëve të natës, ku punonësit e ndërmarrjes së pastrimit punojnë pa pushim për të hequr mbeturinat dhe e normalizuar situatën. Vazhdojmë pastrimet me qytetin, me punëtor, kam në brigatën tjetër si e kam gjatë ditës, kam edhe punëtor që e kam isha gjatë ditës në përkoshat. Larje speciale gjithë qytetin në fushë Krujës. Ja bëj një herë mu çdo datë 25. Kurse larjet tjera ja bëj çdo ditë, qyteti më i pastër në qoftë se do na të bëjnë dami çik kamionat. Kamionat e rane, zhavorrat e këta gjanat. Se me bova mos me pas kamionat në këto qytetin fushë Krujës është shumë më i pastër se krejt qytetet tjera. Po, pastrimi është i kënaqshëm i fjalë në qytetin tonë, siç e shikonin edhe vetë. Tu punohet, gjatë gjithë natës, çdo natë pastrohet mirë, hiqen mbeturinat. Tu ka plur e gjona të tjera, por pastrimi është një punë e kënaqshme për qytetin tonë. Kjo është një shembull i mirë, domethënë që fushë Krujë është qytet i pastër nga pastrimi i qytetit. Për mjet tonazhi të rënd ka qenë shumë shqetësues, është gangrenë në fushë Krujë. Tani është bërë bypassi i ngelet Këshillit të Bashkisë fushë Krujës që të marrë vendime ndërmjet vendimet e Këshillit që ta nxjerrin kamionat të nxjerrin nga unaza nga bypassi i ri i fushë Krujës. Ky është vetëm një fragment i shkëputur nga netët, të cilët janë të gjitha një lloj për këta persona, për të cilët sërish misioni do të jetë i njëjtë, punë dhe vetëm punë gjatë natës, për të larguar mbetjet që komuniteti krijon gjatë ditës.